Nuk pagoi paratë e hotelit ku qëndroi në Palas. Shpallet në kërkim procedohet 40 vjeçari u denoncua nga një vajzë për ngacmim. Policia Vlorës ka shpallur në kërkim 20 vjeçarin e H nga Tirana, i cili është larguar pa paguar 450 euro nga një hotel në fshatin Palas ku kishte qëndruar 3 ditë. Po ashtu është proceduar penalisht në gjendje të lirë një banor i Dërmiut për dëmtime prone. Në Sarandë, një 40 vjeçar nga Ksamili është hetuar për ngacmim seksual pas denoncimit e një 24 vjeçare. Njoftimi Policisë Vlorë. Drejtoria vendore Policisë Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Dërmi referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin e H 20 vjeç banues në Tiranë. Pasi ndaj tij ka bërë kallëzim penal, shtetasi më se ky shtetas ka qëndruar 3 ditë si pushues në hotelin në pronësi të tij në fshatin Palas dhe është larguar pa kryer pagesën prej 450 euro. Nisën procedim penal në gjendje të lirë për shtetasin MB banues në Dërmi, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetësia TH se ky shtetas i ka prishur murin rrethues në pronën e saj në fshatin Dërmi. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin FA 40 vjeç banues në Ksamil, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 24 vjeçare se ky shtetas e ka ngacmuar seksualisht.